Laçi 0 dhe Vllaznia 10, kjo është rezultati i futbollit të vajzave, Superliga futbollit të vajzave, takim i luajtur sot në stadiumin Reshit Rusi. Me trajnerin Kuçiblori Kurin Leka. Urime profesor. Faleminderit për jush. Është një rezultat i pritshëm, sepse diferencat midis dy ekipeve dihen, por për ne ka rëndësi veprimet që i bëjnë vajzat në fushë dhe sepse janë disa ndeshje të lehta që na japin mundësi edhe ne të zbatojmë ato detyra, të punojmë gjithë javën që vajzat mundohen të zbatojnë disa detyra taktike sepse do na duhen dhe në vazhdimsinë e ndeshjeve që kena më të vështira. Aq më tepër që në këto ndeshje na provojmë fushim edhe vajzat të reja, provojmë vajzat të reja që ti kena për vazhdimsinë. Një Laçi është modest, por gjithsesi në mesin e tabelës. Por e rëndësishme është që gjithë ekipi me vajza shkodrane, që dhe bashkëpunimi mes dy ekipeve duket se është i mirë fill. Po, është për të përgëzuar ekipi Laçi sepse ka vetëm vajza shkodrane dhe nuk ka si disa ekipe tjera që është në fund të tabelës me 1 ose 2 pikë. Këto mundohen, punojnë dhe duhet falenderoj trajnerët dhe ato vajza që punojnë te ekipi Laçit. Por siç e thash më përpara, diferencat janë midis një e tjetrës, por bashkëpunimi jon midis me ekipin e Laçit dhe me ekipe tjera, ne na hapën me gjithë kanë, por sidomos me ekipin e Laçit bashkëpunimi është shumë i mirë. Vazhdon të shënojë me Gidoçi dhe duket se e ka vënë në shënjestër këputin e artë për këtë sezon sportiv. Po nuk ka diskutim ajo punë, sepse na kena thënë gjithmonë vlerat e Megit dihen, ajo kur shënon në ekipin kombëtar me Kroacinë ose me shumë ekipe tjera ose në Champions League, këtu pa diskutim që është numër 1 i futbollit shqiptar dhe golat e Megit janë të pritshëm çdo moment, me çfarë do lloj ekipit. Ndeshja e radhës për Vllaznin profesor. Atëherë ndeshja e radhës është ditën e javën në fund të javës tjetër, është një ndeshje mbrapamjetën me ekipin e Durrësit, e kena këtu në Shkodër. Mandena mas Durrësit do të vinë prep ekipi i Fierit që e kemi po në Shkodër. Dhe në mbyllje, po shumë e rëndësishme, diçka për kombëtaren e Shqipërisë, e cila ka shpikatur fantastike 2 fitore të radhë të Shqipërisë ndaj Kroacisë. Një Shqipëri që drejtohet nga kolegu juaj, trajneri shkodran Armir Grima, dhe pjesa kryesore e skuadrës është pikërisht nga skuadra juaj e Vllaznis. Është një diçka jashtëzakonisht e bukur, një diçka jashtëzakonisht e madhe, 2 fitore rresht e ekipit kombëtar të vajzave dhe duhen përgëzuar gjithë me radhë, duke filluar te profesor Miri, profesor Legata dhe gjithë profesorët që janë aty dhe pa diskutim dhe vajzat aq më tepër vajzat shkodrane që është baza kombëtare shqiptare. Dhe duhen përgëzuar dhe është diçka shumë pozitive dhe shpresojmë që me këto rezultate pozitive të vazhdojnë kombëtarja 2 ndeshjet e fundit që ka. Sa është ndjerë ky suksesi kombëtar tek skuadra juaj këto ditë? Normalisht që është diçka, thashë më përpara, diçka pozitive dhe ani shumë mirë, sepse vajzave i jep rrit moralin që të punojnë sa më tepër, që t'i afrojnë vajzat shkodrone, t'i afrojnë kombëtares, por edhe vajzat e huaja i kena pa në stevitje mas fitoreve të kombëtares ishin shumë më të kënaqura, më të qeshura, sepse është diçka pozitive duke pa shoqet tuaj duke luajtur me ekipin kombëtar dhe duke shënuar gola, duke bërë një performancë jashtëzakonisht mirë në fushën e lojës. Kjo që diçka shumë pozitive, shumë e mirë. Suksese profesor. Faleminderit për ju.